Të dashur miq, jemi së bashku sërish në mikrofoni. Sot do kemi një temë jashtëzakonisht interesante, po edhe më interesante i ftuari. Unë shpresoj që të jeni mirë, po në fakt profesionalisht a jeni mirë apo nuk jeni mirë, do ta zbulojmë pak më ose tashmë. Unë kam të ftuar mikeshën time Anisa Zaçe, psikologe. Faleminderit që gjete kohën dhe u gjende tek ne. Me kënaqësinë më të madhe. Anisa, unë kam përgatitur sa gjëra, domethënë sa qef. Kur fillon edhe mendon për këto çështje psikologjike ose sociale në kufit të shëndetit mendor, kam shtypjen që në vendin tonë ke shumë çatë. Po fillove të mendosh për këto, e bën serial pastaj. Nuk bën thjesht vetëm një nga. Por unë do ta lidh pak me kontekstin. Patjetër. Pra ne sa kemi dalë nga zgjedhjet, edhe politika në vendin tonë është sport kombëtar. Megjithatë, do të jemi detyruar të shkojmë mes kësaj se ky është edhe pasioni im. Mbase mund të mos jetë pasioni jot, po profesionalisht unë dua të marr sa gjëra që na prek të gjithëve, duam s'duam. E drejtë. Anisa, pa humbur kohë. A jemi mirë? Jo. Jo? Çfarë do të thënë? Po mundohemi të bëhemi mirë, por jo. Po për shembull unë kur përshëndetem me njerëzit në rrugë, çfarë bën mirë? Edhe ndonjëherë vazhdon kjo, hajde mirë, mirë. Po e ke parasysh si është pyetja e parë, ai e lodh ora 7:30 mëngjesit. Ne këtë bëjmë pyetje të parë, marrim përshën që tjetri është lodh. Ç'a duhet kuptojmë me të qenë mirë? Kur një njeri mund të ndihet i kënaqur me veten edhe le të themi komod. Kur është në paqe të brendshme, një nocion që në popullin tonë është pothuajse i vjetër. Patjetër, po ta vesh re në përgjithësi ne jemi popull që vetëm ankohemi dhe në një vend ku të gjithë e kanë mendjen për tikur, sigurisht që matematika nuk të del që janë mirë, se nëse janë mirë nuk do kishin nevojë të iknin. Po ndonjëherë kjo se ti thua që ankohemi, domethënë ne mbas fjalës mirë fillojmë edhe ankohemi thua. Edhe gjithsesi është e vërtetë, por a tani do ta lidh pak me këtë politikën. Sa herë ka zgjedhje, sa herë afrohen zgjedhje ka një lloj entuziazmi. Sepse të gjitha palët ose të gjitha për shkak të një shoqërie të polarizuar, të gjitha janë kështu me iluzionin e fitores. Më pasaj le të themi mbas rezultatit ka një lloj dëshpërimi, se në fund ditës njëri do fitojë, nuk mund të fitojnë të gjithë ose disa. Për shqiptarët, ne si shoqëri, a vëren një lloj ankthi kolektiv në hapësirën publike? Unë ti të them nga puna ime, javën pas së zgjedhjeve, një pjesë shumë e mirë e pacientëve të mi, sidomos të hënën, të martën dhe të mërkurën, për 3 ditët e para, kanë ardhur dhe kanë thënë, a mund të flasim për zgjedhjet sot? Aq shumë të ndikuar kanë qenë nga çfarë ka ndodhur këtë vit. Dhe aq të rënduar, Të rënduar? Po çfarë rëndon njëri? Domethënë është e rrezikshme për shëndetin mendor të merresh me politikë? Po unë mendoj që politika, problemi është që ne në Shqipëri kemi dhënë një nocion shumë negativ. Politika është kudo. Çdo gjë që ne na prek është politikë. Dhe nëse ti mëson se si ta kuptosh, të investosh tek ajo, bëhet në fakt një plus për ty dhe jo një rrezik. Një nga gjërat që unë i kam vlerësuar gjithmonë qendresës është që e ka sjell politikën edhe tek njerëzit që nuk e kuptonin realisht se çfarë do të thotë. Ne kemi lidhur gjithmonë politikën me emra të përvetshëm, filani, fisteku, po e keni bërë ju këtë. E ke vëzhguar? Po sigurisht. Se e kam vëzhguar. Po mirë. Domethënë unë e kam parë edhe në aktivitetet që ju keni me të rinjt. Ju flisnin për politikë pa i bërë ata të ndihen që duhet mbajnë një anë apo duhet jenë diku, por ata e kuptojnë se çfarë vlerë kanë. Kjo është vërtet, nga aspekti personal. Tani unë do të shfrytëzoj edhe për një lloj terapie, se nuk të le të ikësh ashtu. Edhe nga aspekti personal, për shembull, unë kam vërejtur, nuk është se ka qenë një politika për mua ka qenë një fushë me interes për të studiuar. Pra, një lloj pasioni për historinë, kur studion historinë është e pashmangshme të kuptosh edhe zhvillimet politike. Edhe konteksti le të themi më ka futur në politikë për shkak të miqve, jo në parti, në kuptimin e politikës në hapësirën publike. Po nuk ka qenë një gjë, shpesh herë të jep një lloj energjie mbrapsh jo pozitive. Pra mbaj mend pa i nisur mirë,
nëse ti bëje 2-3 hapa, shikoje të gjitha komentet, kështu hajdut, të poshtër, të qinë, të ndyrë, ti nuk kisha bërë asgjë faktikisht dhe nuk kisha asnjë gjë në dorë përveç se vullnetit tënd për të bërë një gjë mirë në komunitet. Ndërkohë që ti e shikoje që kjo ishte një fushë e kontaminuar. Po të përmendesh politik, imazhi i parë që njeriu tjetër përballë teje ndërton është një njeri jo normal, jo korrekt. Është edhe fakti që të ekzistuar të rrjetet sociale e kanë bërë që opinioni të jetë të gjithë të kenë të drejtën për të dhënë një të tillë. Ndërkohë që nëse ti do të japësh një opinion në formë publike dhe të zgjedhësh të lexohesh dhe nga të tjerë, duhet të mbash përgjegjësi. Ne nuk mbajmë përgjegjësi. Ne shkruajmë në komente dhe ofendojmë Migenin, ofendojmë Anisën, pa e kuptuar që në momentin që unë po marr përsipër të bëj një koment publik, unë mbaj përgjegjësi për si do ndikoj ky koment publik. Por përgjegjësinë nuk na mbajnë as politikanët, kështu që vjen rrjedha. Në mënyrën se si shkuan këto zgjedhje, ne kemi një kryeministër shumë më të pushtetshëm ose një parti politike shumë më të pushtetshëm nga logjika e asaj që duhet. Përgjithsisht ne kemi teoritë politike thonë që jetëgjatësia të konsumon, mirë, por kjo nuk ndodhi me përveç se kur janë diktaturë. Tani problemi është ku jetëgjatësia nuk të konsumon, po të forcon. Po, jemi ne në diktaturë? Unë mendoj që ne nuk kemi dalë ndonjëherë nga diktatura mendërisht. Ne jemi një popull që mendojmë në formë diktatoriale. Unë kujtoj në vitin 2013, kur kryeministri aktual premtoi që do ishte kryeshërbëtori dhe jo kryeministri, dhe i latë të lirë njerëzit në protestën e tyre kundër armëve kimike, pati një adhurim të madh në figurën e tij. Përfshirë dhe mua aso kohë, se më dukej shumë vlerë e madhe që ne nuk po na vrisnin në shesh, po na linin të protestonim. Dhe kjo bëri që ne të fillonim të krijonim një figurë të caktuar, siç i dham vlerat jashtëzakonshme kujt është sot kryeministër për atë që kishte bërë me Tiranën si kryetar bashkie. Pra, të bëri detyrën tënde, për ne kthehet një gjë faleminderit shumë, ndërkohë që ti thjesht po bën detyrën tënde. E vërtetë është kjo. Megjithatë, duket pak e frikshme kjo gjë, pavarësisht se, domethënë, le të themi, ekzistojnë barjera psikologjike, sociale, që edhe nëse ti ketë gjithë mjedisin e lirë, ti mund të mos e përbrëndsosh lirinë. Kjo na ka ndodhur ne, domethënë? Është e vërtetë sepse ne nuk e kemi. Se sot të flasësh kundër Ramës, mund të flasësh, dhe ti të protestosh, mund të protestosh. Janë elemente të një diktature që ti nuk mund ta bësh dot. Po deri ku mund ta bëjmë kaq të lirë, sepse mund ta bëjmë unë e ti që nuk kemi diçka ose dikë mbi kokë. Por nëse ti shkon pak më andej me njerëz që ndoshta në rrim, por që punojnë në një vend të caktuar, kanë arritur deri në pikën që ju shihen komentet në Facebook dhe në Instagram të njerëzve të përbashkët. Pra, liria si koncept sot që flasim është kthyer në një flusk sapuni, nuk është më realisht ajo që ne kemi njohur si të tillë. Dhe çfarë është liria? Në të vërtetë është përtej lirisë së fjalës, është përgjegjësi që në popullin ton nuk njihet fare. Pra, unë them, unë kam lirin për të shprehur dhe për të folur dhe nuk e kuptoj që nëse e kam këtë liri, unë vi me një përgjegjësi të caktuar. Pra unë nëse dal sot këtu duke folur me ty dhe të them thjesht mendimet e mia personale, pa e menduar fare si do ndikoj, kush do t'i dëgjoj, çfarë vlere do ketë, nuk është më liri, është budallallik. Dhe nuk mund të zgjedhim në emër të lirisë të bëhemi budallinj. Ndërkohë që ne këtë kemi bërë. Me idenë që jemi të lirë, e kemi lënë veten të disa më vinë ndërmend edhe mua tani që ti e thua, më vinë shumë ndërmend që kanë shku për tej, edhe duke gëzuar këtë lirinë e kanë shfrytzuar për të qenë jo etik, jo të sjellshëm në kufi të qenurit, le të themi, ajo që thua. Është edhe një formë e menduar mirë, mendoj unë. Këto njerëzit që po flasin në këtë formë, mua më duken si ata qenë që ti i ke në kafaz, po kafazi është shumë i madh dhe ata nuk e dinë. Dhe vetëm nga fakti që mund të vrapojnë, pretendojnë që janë të lirë. Po mirë, si duhet të sillet dikush që jeta e tij është e mbushur me këto ankthet që ti thua që ke dikë që mund të bëjnë presion, mund të vënë vendin e punës në lojë, mund të vënë, nuk e di, integritetin e familjes apo elemente ndryshme me të cilat se kam përshtypjen që gjithkush ka diçka për tu mbajtur peng.
Unë mendoj që dhe këtë e vura re gjatë kohës së zgjedhjeve. Pata një vajzë që e kisha në seancë dhe pas zgjedhjeve tha a mund të flasim për zgjedhje dhe po më tregonte se si kishte simpati shumë të madhe për dikë, po nuk ishte votuar për atë. Ishte votuar për kundërshtarin, sepse ashtu ja kishin dhënë urdhrin në familje që të votonte. Vajza dhe djemt të cilët kanë intelekt mjaftueshëm të lartë dhe punojnë çdo ditë dhe investojnë, por shkojnë në fund të ditës sepse tek ne vota dhe mendimi politik trashëgohet. Nëse babai im ka qenë me filanin dhe unë do jem me filanin. Nëse mamaja ime ka qenë me filanin dhe unë do jem ashtu. Sepse ne nuk kemi një mendim kritik. Rinia jon e merr të mirëqen që derisa ky thotë. Dhe cila ishte këshilla jote për këtë vajzën që tjetër donte dhe tjetër mori? Unë i thash të njëjtën gjë që i kam thënë të gjithë të rinjve që kur unë i kam thënë votoni dhe votoni për atë që ju besoni që mund të ketë një lloj efekti tek ju, por të besoni në formë aktive, dhe kur më thonë jo po se kam frikë, në të vërtetë e kundërta e frikës është dashuria. Dhe do zgjedhësh ku do jetosh. Nëse do zgjedhësh të jetosh në frikë, jeta jote do drejtohet në formë të tillë. Problemi është që ne nuk mendojmë gjatë. Nuk mendojmë as frikën as dashurinë? Ne nuk mendojmë gjatë. Ne themi, ok, unë kam frikë, do bëj këtë gjë se unë e di, babai im 50 vjeç është në punë, ndërkohë që unë jam 20. Babai im 50 vjeç është në punë dhe mos heqim babin nga puna 50 vjeç, unë 20, vendos për të ardhmen time diçka që mua më bën dëm. Sepse babai im nuk mendon që këtë vendin do ma ler mua, mendon vetëm për veten e tij që është 50 vjeç dhe do të jetë në punë. Nuk e njohim në përgjegjësinë asaj që po lëm pas. Kjo është sjellje vetëm e jona, domethënë lidhet me një shoqëri që është lidhet me një shoqëri që mendon në formë diktatoriale. Lidhet me një shoqëri që nuk mendon për të ardhmen. Ti e ke të qartë se sa shumë njerëz punojnë pa sigurime dhe nuk mendojnë për pensione. Po kështu që nga shumë bukur, sepse nëse ti ke ndjehem një njeri me pushtet që do të bësh diktator, ti nuk ke nevojë të ushtrosh ndonjë presion. Thjesht njerëzit vetë ofrohen. Jemi para faktit. Nuk u desh asnjë lloj presioni. Po në një farë mënyrë edhe unë e besoj këtë. Shiko, njerëzit përgjithsisht se po e bëj kështu nga e përditshmja. Pse ndjen kaq shumë stres dhe zemërim kur shohin lajme dhe diskutojnë për politikën? Sepse kuptojnë pafuqinë e tyre, ose më saktë atë që ju shitet si pafuqia e tyre. Se kjo është mënyra si janë sunduar në përgjithësi popujt. Ti i bën të mendojnë që ata janë të paaftë dhe të pafuqishëm për të ndryshuar diçka. S'ke vlerë. Dhe turma është shumë e thjeshtë për t'u edukuar. Individi është problem. Turma merr me turmën. Nëse ne fillojmë investojmë tek një individ, a individ do duhet të investojë tek një tjetër dhe kështu krijohet zinxhiri njerëzor. Nëse ti edukon në turma do marri zhurmën më të madhe. Dhe në momentin që unë pretendoj që jam i pafuqishëm, siç e pretendoj, po zgjedhjet këtë vit ishin me 11 maj, me datë 10 maj unë jam i pafuqishëm, me datë 12 jam i pafuqishëm, ky vend nuk bëhet, në këtë vend nuk rrihet etj, gjitha çarat që i vijnë Shqipërisë. Ama me datë 11 kur unë kam detyrën dhe detyrimin shumë të madh për të investuar në fuqinë time, unë zgjedh ta hedh në kosh. Bën sens, mirë po, unë do doja, për shembull ti mund ta kesh shumë të lehtë që të ndërtosh një marrëdhënie komunikimi, edhe për shkak të le të themi një investimi tënd për të komunikuar dhe për të kuptuar se ç'ndodh me individët. Po shumë njerëz, po edhe unë personalisht e kam shumë të vështirë të ndërtoj një lloj komunikimi me njerëz të cilët kanë mendime shumë ndryshe politikisht ndaj meje. Dhe kur bëhet fjalë shumë e vështirë, shpesh është të ndodh edhe të konfliktohesh. Cila është mënyra më e mirë për t'ju qasur një, le të themi, një familjari, një shoku, i cili në një moment caktuar ti kupton që je në një konflikt për shkak të çështjeve politike që po diskuton? Vështirësia më e madhe është që ata të kuptojnë realisht pasojat, sidomos ata që janë në kufinë të militantëve. Pra, nëse ti flet me zonja dhe zotrinj që kanë një moshë të caktuar të 60-tat, siç kanë një inat shumë të madh ndaj çfarë ka ndodhur në Shqipëri deri tani, ashtu dhe nuk zgjedhin ta ndryshojnë. Janë zonja dhe zotrinj që qajnë çdo shtator, sepse përcjellin fëmijët në aeroport, por kjo nuk i ndalon të ulen dhe të kuptojnë pse ka ik fëmia im nga ky vend. Çfarë i mungon këtu? Dhe si mund ta kisha lënë unë këtë vend më të mirë?
nuk e marrin fare përgjegjësinë që ju takon të na lini në një vend më të mirë, siç më takon mua t'i lë fëmijëve të tu një vend më të mirë. Që nëse nesër Glauk dhe Gzon do zgjedhin të ikin, unë e kam përgjegjësi personale se ju kam lënë një Shqipëri tek e cila nuk duan të rrinë. E kam lënë unë dhe brezi im, dhe unë nuk mund të sillem sikur nuk më takon mua fare. Pa ti beson që individi ka potencial dhe mundësi për të ndryshuar shoqërinë? Nëse ne të gjithë mendojmë këtë gjë, do ta ndryshonim shoqërinë. Nëse unë e marr përsipër që po, më takon mua të bëj diçka për këtë vend. Më takon mua ta mendoj çfarë po le pas. Po pjesa e madhe mendojnë që nuk kanë fuqi për ta bërë këtë. Po sepse e mendojnë në gjë shumë të madhe, ti shihet tek e vogla. Nëse ti nuk ke fuqi ta bësh këtë, fillo tek hapësira jote e vogël, mos i hidh në plerat në tokë. Prit një kosh e para fare. Mos bërtit, mos ulërit në mes të rrugës, mos i bjerë buris pa nevojë. Nise si e doje botën, se ne shkojmë në Amerikë dhe themi, atje kishte lezet një qetësi, një gjelbërim. Nuk është arrit kot. Patjetër u arrit në një formë ndëshkuese, pra u ndëshkuan disa njerëz që kuptuan që kjo gjëja nuk duhet bërë. Pa ta bëjmë ben në një gjë që ne nuk e vlerësojmë më, që është flamuri. Po, e vërtet është. Propagandë është, definitivisht, jemi dakord që të gjithë. Po si mund të ndryshoj kjo? Mund të ndryshoj me një shtet fort? Unë mendoj që mund të ndryshoj si fillim me njerëz të përgjegjshëm që do zgjedhin të investojnë kohën e tyre në publik. Pra njerëz që vërtet e vlerësojnë çfarë ata kanë dhe zgjedhin që këtë investim ta japim dhe publikisht. Unë kam miq të mi që janë angazhuar politikisht me partitë e reja, të cilët kur i kam parë që janë angazhuar, fjalia e vetme që i kam thënë, uroj që të mos harrosh kush je dhe si e nisi. Se për fat të keq shumica e bëjnë. Hynë si këta djemtë dhe vajzat e rinj me shumë energji, me shumë dëshirë për të bërë ndryshim, dhe rrugës marrin formën e drejtuesit. Kjo edhe statistikisht na ka ndodhur. Sa herë kemi bërë analiza, le të themi edhe pyetësor, qytetarët mendojnë që të rinjt në politikë kanë një tendencë për të imituar kryetarin. Qoftë ky kryetar i ri apo qoftë ky kryetar, po është kjo. Po kam përshtypjen mund të jetë edhe ajo që ti e përmend, që thua një mbetje e komunizmit, domethënë një lloj tentative për të uniformizuar edhe për të punuar vetëm me kufit që ti jep lider, jo të eksplorosh përtej. Megjithatë ne kemi, le të themi, miqësi të hershme me njëri tjetrin, edhe unë gjithmonë jam, le të themi, ndonjëherë gjendemi surprizuar se sa i lidhur je ti me qytetin ose me vendin. Edhe kryesisht, po tani po them me qytetin, se me vendin do më thuash vendi ka gjëra të bukura, ka ujvara, ka pasurira kështu. Po me Tiranën, domethënë, si të funksionon ky mekanizmi i dashurisë me Tiranën? Mos është një lloj kështu dashurie me persekutorin, që është kjo sindroma. Këtë pyetje ma kanë bërë shumë shpesh dhe ti e di shumë mirë, sidomos kur unë vendosa të kthehem pas studimeve. Unë ja them gjithmonë njerëzve kur më pyesin, unë kam zgjedhur të kthehem për Tiranën dhe për ndjesinë që më jep Tirana, jo për njerëzit, se njerëzit vazhduan jetën e tyre me shtëpi. Tiranën? Është ndjesia e shtëpisë. Ke parasysh kur shkon te mami pas shumë kohësh dhe është ajo aroma e gatimit të saj, është aroma prindit, është aroma e shtëpisë. Për mua është Tirana ajo. Dhe mbi të gjitha, unë nuk di të them si ka ndodhur, se për mua ka ndodhur në formë shumë natyrale ta ndjej që unë i detyrohem Tiranës dhe Shqipërisë dhe jo ato mua. Unë kam ndjerë që unë kam një detyrim ndaj vendit që unë jetoj, nuk ka vendi ndaj meje. Vendi mua mi ka dhënë mundësitë. Si shfrytëzoj unë këtë mundësi varet nga unë. Po mendojnë që ja ka dhënë edhe pjesës tjetër të shoqërisë. Po, tani mua më duket pak e çuditshme kjo që thua ti, sepse unë e di që ty nuk të ka dhënë shumë mundësi, po ti ke luftuar shumë për të marrë mundësi. Po mund ta themi dhe po. Edhe megjithëse ke bërë këtë luftën tënde, ti sërish ruan një lloj kështu kenedizimit është e vërtet. Të shtetit. Është e vërtet. Po, unë jam shumë dakord me Kennedy aty. Mirë, po kam përshtypjen që unë do doja shumë që të funksiononte për të gjithë kështu. Por realiteti është që nuk ka funksionuar për të gjithë kështu. Pa pjesa më e madhe nuk e mendon kështu. E di si është problemi, ne e dim si funksionon trupi i njerëzit. Pra, nëse unë e lë një fëmijë të vogël të rishtrirë gjithkohën, ai fëmijë nuk do mësoj kurrë të ecë.
sepse duhet i vendosi muskujt e tij në punë, pa truri i tij të kuptoj për çfarë i duhen. Po, këtë e di tashmë shumë mirë. Eksakt. Ti e di first hand tashmë. Rinia e sotme po bërtet dhe po thot ju nuk na keni bërë asgjë. Një përgjegjësi që unë po e marr përsipër dhe them jam dakord. Sepse të paktën deri 18 vjeç, shoqëria ka përgjegjësi të gjithë për çdo fëmijë që lind. Problemi është pas të 18-ave, ti bëhesh një qytetar aktiv edhe politikisht, duke marrë përgjegjësitë tua. Dhe nëse do të bësh më mirë, nëse di më mirë, duhet të bësh më mirë. Unë kam ditur më mirë. Dhe unë nuk mund të pres vetëm se çfarë do më vi. Kam luftuar, sepse kam besuar që unë mund të sillja një vlerë të shtuar. Dhe nëse unë besoj që vërtet unë kam kapacitetet për të sjellë diçka, duhet të luftoj për t'i marrë mundësitë e mia. Unë zgjodha të ikë dhe të studioj jashtë, pikërisht që të sillja në këtë vend një vlerë tjetër që nuk ekzistonte deri në atë moment. Ndjen që ja dole? Mendoj që po. A ka qenë kjo një histori romantike apo një betejë sistematike? Betejë. Se kur e thua kështu, më duket kështu sikur e thua një romantike. Po sepse unë e kam shijuar dhe më ka rritur shumë. Pavarësisht që unë e kam vuajtur shumë mungesën e vendit, po e kam shijuar të gjithë procesin. E kam shijuar dhe çfarë do të thoshte të shkëputesha nga ai vend që unë e kisha quajtur shtëpi për kaq vite. Dhe pastaj të kuptoja se si do duhet të ndërtoja një formë shtëpie kudo që do shkoja. Dhe njeriu e ka këtë kapacitet, por unë mendoj që ndjesia e shtëpisë është e patjetërsueshme me asnjë tjetër. Ndjenja e kthimit ka qenë më fort atje apo para se të niseshe? Me çsens. Që do të thotë kur ike me paramendimin që ti do shkoje në një vend të qytetëruar, le të themi kultura, ti ke studiuar në Francë, Nice, atë të Nisës e kam aty tek dritarja. Edhe a kishe një lloj dualizmi që po më doli mirë dhe do qëndroj apo ishte thjesht? Un kam ikur duke thënë unë do kthehem. Dhe thjesht për shkak se të gjithë njerëzit po më thoshin lej këto se do të shohim, thoja deri tani mendoj që do kthehem, por do ta shohim. Ditën që unë jam kthyer nga Franca, ka qenë një korrik 2015, e mbaj mend shumë mirë. Pak javë përpara kisha bërë një bisedë në qendrën e riabilitimit në të cilën punoja, ku më ofrua mundësia që të më jepej një kontratë pune që të qëndroja minimalisht për të marrë pasaportën, më thënë atëherë nga kolegët e mi atje. Të cilën unë nuk e doja. Unë kisha zgjedhur të shkoja të studioja sepse doja që formimi im për atë që unë do sillja në profesion të ishte sa më i plot dhe të kishte edhe diçka tjetër ekstra. Nuk shkova sepse po kërkoja një oportunitet. Nga ana tjetër unë mendoj që profesioni im, profesioni psikologut, është një profesion që bëhet më së miri në gjuhën tënde. Dhimbja, emocioni, thuhen më së miri në gjuhën e nënës. Dhe unë e shija veten shumë të vështirë të punoja në një gjuhë që nuk ishte e imja. Për te faktit që mendoja që Shqipëria kishte mjaftueshëm nevojë për mua dhe s'kisha pse të investohesha në një vend tek e cila do isha e fundit në radhë, kur mund të investohesha në një vend që do ma vlerësonte atë që unë po sillja. Megjithatë ka qenë e vështirë le të themi pozicionimi ose krijimi i Nuk do të quhet vështirë, ka qenë normal. Kam marrë hapat e veta. Ka pasur momente që s'më njihte askush, kam nisur duke punuar vullnetare diku, kam nisur duke vendosur marrëdhënie dhe network me njerëzit pak nga pak, dhe nëse ti e bën punën mirë, puna flet për ty. Megjithëse unë e di shumë mirë që le të themi vështirësitë që ti jep konteksti, po edhe më vjen mirë që ti nuk e përbrëndson këtë luftën për sukses, po e konsideron kështu si një djathtë e denjë që thua gjithçka duhet fituar. Po është pjesë e edhe rruga procesit. për ta fituar është kjo modeli Sizifit që do ta shijosh se s'ke bën. Po mbi të do gjitha krijosh lumturi edhe në vuajtje. Unë jam aty, shoh që ka dy kate më sipër ka jetë dhe është njësoj si të them, pse nuk po hypi aty sipër? Po ti ngjiti një herë shkallët, se ndoshta do të çojë aty. Nëse unë do rri këtu duke pritur që të shkoj atje sipër e pa djersitur, thjesht që mos më lëvizi make-upi, gjasat janë që nuk do ta shoh kurrë çfarë ka atje sipër. Mund të shkoj atje pak e djersitur, pak e lodhur dhe ta shijoj, ose mund të rri këtu poshtë dhe ta ankohem. Unë kam zgjedhur gjithmonë të hyj shkallët. Ne të dy jemi brezi i tranzicionit. Po. Ti e ke parë gjithçka që ka ndodhur tranzicioni vendi, por tani ke mundësi edhe të studiosh nëse
diçka ka lënë pasoja tek individët, tek shoqëria, kjo formë e tranzicionit. Cilat mund të jenë, le të themi, dëmet kryesore që qoftë nga eksperienca jote ose qoftë nga ajo çka ti ke studiuar, ke kuptuar që ky tranzicion individit shqiptar i ka lënë këto 2-3 pasoja. Sidomos i ka lënë pasojë në raport me familjen. I ka zhdukur konceptin që ne kemi pasur për komunitetin dhe për familjen. Shqiptarët po tentojnë të bëhen individualist falco. Dhe duke u bërë të tillë kanë humbur. Po pse e bëjnë këtë? Po sepse kështu na thanë që bëhen në Europë dhe në Amerikë pra. A bëhet kështu andaj? Jo. Po kështu na ushqit. Edhe unë kur kam shkuar e kam kuptuar që po sigurisht që jo, ti nuk e ndërton dot vendin vetëm. Ke nevojë për krijon komunitete të ndryshme që vijnë në formë rrathi. Dhe nëse ti e kupton si krijohet, si është krijuar bota, gjëja e parë që ti mëson po të jetosh jashtë është përgjegjësinë që ti ke ndaj çdo gjëje. Jo vetëm ndaj familjes si duhet ta kesh dhe duhet ta kesh. Ndërkohë që ne ndryshuam konceptin e mënyrës se si duhet mbështetemi tek njëri tjetri, prindrit shqiptar thanë iku çuni në Amerikë ta sjellë ai të na mbaj ai, pa e kuptuar se çfarë peshë po i vinin atij fëmijë që ishte në Amerikë. Dhe kur prindi humbi përgjegjësinë që kishte ndaj fëmijës, sigurisht që fëmia do ta humbi përgjegjësinë që ka ndaj prindit ose më saktë dëshirën se fëmia nuk ka përgjegjësi ndaj prindit. Po veç familjes, ka ndonjë element tjetër? Po pastaj nga kjo rrodhën të gjitha, sepse po humbi familja, humb nocioni shoqërisë, humb përgjegjësia që ti ke ndaj njëri tjetrit, ndaj dëshirës që ti ke për të dhënë diçka që do qëndrojë dhe do t'japi jo vetëm ty, dhe kjo fokusi jon në vizionin tunel, në shikimin tunel, që u fokusuam vetëm tek vetja jonë dhe vetëm çfarë më prek mua, nuk është real, nuk funksionon kështu njeriu. Njeriu ka nevojë për njeriun. Truri është krijuar për të qenë në forma sociale. Për një të ri sot, mbase jo vetëm për një të ri, por për një qytetar në këtë vend. Sa e rëndësishme është ai të njohë rreziqet për një lloj, le të themi, për një lloj çekuilibrimi të aspektit emocional dhe mendor, që më pas mund të përkthehet pasaj në një lloj, ose a kthehet pasaj në një lloj mungese performance në standardet e ekonomisë së tij edhe të mirëqenies së tij. Unë mendoj që rinia e sotme, dhe kur them për rini po flas 20 vjet, pra dekada e të 20-tave, kalon në disa ekstremitete. Një pjesë e tyre e njohin shëndetin mendor shumë mirë, por në vend që të mësojnë si ta trajtojnë më mirë, shfrytëzojnë për tu viktimizuar. Pra ti ke të rinë të 20-tat e tyre që nëse shkojnë në punë dhe në punë ka presion, fillojnë qajnë. Dhe thonë unë këtë nuk mund ta bëj dot se kjo po më dëmton shëndetin tim mendor. Okej, dakord, po si do rritesh? Sepse ti nuk ke si ta mësosh, është njësoj si mbasi ke hyrë për 5 shkallë, sigurisht do të të merret pak fryma, do të dembi pak mesi që të hypësh tek e 6-ta. Po thua që janë pak të përkëdhelur? Janë shumë të përkëdhelur, po përkëdhelja është e bukur, janë të llastuar. Janë të llastuar dhe janë një gjenerat që pretendojnë që gjërat duhet ju vinë gati. A ka pasoja kjo për ata? Ka. Po mbi të gjitha ka për gjithë shoqërinë, ata do na lënë një botë që është një botë që do prodhoj shumë problematika, siç po i prodhon. Mos po shem shumë fajt ata se sa. Po ata janë të rinjt. Ata e kam detyrën, siç e kam pasur unë para disa vitesh dhe vazhdoj ta kem, për ta lënë botën më mirë. Problemi është që ata nuk po e marrin si përgjegjësi. Se unë do isha shumë okay nëse ata do ishin të aktivizuar me dëshirën për të bërë më mirë. Shumica e tyre thonë unë nuk dua të punoj, unë nuk punoj kështu si punoni ju. Të rinjtë e sotëm nuk e njohin fare konceptin e vullnetarizmit, që është nga konceptet më të bukura për qenien njerëzore. Ja, se kjo s'ekziston. Kjo është fjala e parë është sa paguajmë. Eksakt. Dhe nëse ti e mat çdo gjë me para, ti nuk e vlerë. Para si ndryshon vlera gjithë kohën, nuk është ajo vlera me cilën matet njeriu. Po në ditët e sotme edhe matet me para. Se me ato para mund blej, ku di unë, Range Rover. Po ky është problemi. Tek fakti që nëse ti pyet, për shembull, mua më ka rastisur të pyes 14-15 vjeçar që janë klasa 9 ose 17-18 që janë viti 4 dhe i pyet çfarë do të bëhesh kur të rritesh. Dhe ato thon biznesmen. Okej, pse? Se do të bëj lek. Për çfarë? Për çfarë të duhen parat? Ja e bleve dhe Range Roverin, po pastaj? Nuk e din për çfarë i duhen? Sigurisht që jo. Sepse i duhen thjesht për Range Roverin, dhe Range Roveri del në Instagram. Dhe mbasi ta ke Range Roverin mbaron jeta. Ku shkon?
pas asaj. Ata nuk kanë një logjik. Thonë, po nuk e di tash. Po cila duhet të jetë ushqimi i tyre? Prindrit, të cilët kanë investuar aq shumë për t'ju dhënë këto paratë dhe që ata t'i kenë gjitha. Ç'ma bëre të pamundur fare tani. Tani ma bëre ekuacionin po sepse nëse ti je aty dhe i mëson fëmijës tënd që vlera më e madhe që ai ka është ajo dreka të dielën të gjithë bashk. Ku ne bëjmë muhabet, ku ne flasim si ishte në shkollë, ku ne flasim dhe për futboll, dhe pse jo dhe për politikë, dhe ti fillon i mëson avash fëmijës tënd si është të jesh në shoqëri. Po nëse ai nuk të sheh kurrë, sepse ti po bën paraqe, aty të mos i mungoj çfarë ty të mungoj kur prindrit e tu nuk i kishin mundësitë, ai do jetë gjatë gjithë kohës i orientuar drejt paras dhe nuk do rritet si njeri. Po ti do më zgjidhësh një dilemë mua tani. Hajde. Sepse unë jam dakord që kjo qëndron. Dhe kështu duhet të jetë. Nga ana tjetër, ne e dim që nuk është kështu. Çfarë duhet të presim ne? Duhet të presim që të gjithë këta që nuk janë kështu të vetëdijsohen dhe të bëhen të tillë? Apo ka dhe mekanizma të tjerë pak më të shpejtë, se fjala vjen ne mund ta përmendim shpesh herë këtë tani. Dhe mundet që t'ja vëmë mision vetes të dy që gjithkohës do bëjmë nga një podcast një javë vetëm për të edukuar këta prindrit ose këta të rinj të cilët duhet cilën në mënyrë të tillë. Po kjo sigurisht që është e pandjeshme në krahasim me masën e problemit. A ka një mënyrë tjetër se si orientohet shoqëria? Ku diun domethënë tani ndëshkim. Me institucione, me ndëshkim. Me media. Që kur fëmia jot 14 vjeç therr një fëmijë tjetër, ti nuk e çon në një spital privat. Ti e le ta zgjidhë siç duhet ta zgjidhë. Ti dali zot vetes dhe ti shkon në burg pashmë të, sa i është thjesht 14 vjeç dhe ti ke përgjegjësi për atë fëmijë. Këtu përgjithsisht prindi është i çliruar nga përgjegjësia ndaj fëmijës? Përgjithsisht prindi e harron përgjegjësinë ndaj fëmijës. Dhe edhe institucionet nga ana institucionale nuk po e merr. Pra, ne duhet të kuptojmë që deri në momentin që që nga momenti që ne vendosim të bëjmë fëmijë, e deri në momentin që këta fëmijë dalin në jetë, janë përgjegjësi e jona dhe për ta ne duhet të përgjigjemi, po jo të përgjigjemi duke i thënë prindit mos mi bërtit. Mos ja ngres zërin se mi shkakton ankth. Ti ke student të mjekësisë që thonë, nuk e shkova unë te ky leksioni se ai profesori më shkakton ankth. Duhet në fakt, se do kesh jetë njerëzish në dorë. Dhe mira do ishte ta kishin çik me ankth dhe me siklet. Ne gjatë gjithë kohës i shmangemi situatave të sikletshme në momentin që po flasim. Dhe nëse ti e mëson atë prindin që çfarë do gjëje që ai fëmia do bëj, do bjerë dhe në përgjegjësinë e tij. Sa herë një fëmijë bën një problematik. Sa herë një fëmijë bën një problematik në shkollë, shkon një gjobë në shtëpi babit. Edhe shikon ti pastaj se si bëhet familja prap. Mos nxit kjo dhunën, pastaj babi fillon e ran. Një babi në burg. Jo, nëse ne do jemi gjatë gjithë kohës po shikoj se kjo mos nxit këtë, mos nxit atë, kemi arritur këtu ku jemi. Unë jam dakord. Po na therrën fëmijët ditën për diell. Unë jam dakord me një lloj liberalizmi dhe një lloj mungese të institucioneve në jetën tonë, të cilat na japin përbar pastaj një lloj vetqeverisje. Ku ti çdo gjë duhet të zgjidhësh vetë ose çdo gjë duhet ta bësh vetë, por në mungesë të çdo gjëje tjetër, pastaj ti mund edhe ta kontrollosh çdo gjë për fëmijën tënd, nëse për shembull i ke mundësitë. Edhe mund të përdorësh dhe paratë dhe forcën edhe të gjitha për t'ja krijuar një lloj mirëqenie që në fakt nuk është mirëqenie, por thjesht fabrikon një individ më të deformuar brenda në shoqëri. A ka shoqëria jonë sfida të le të themi sigurisë, aspektet e kriminalitetit dhe drogës me individin e saj brenda shoqërisë? Për shembull, në shoqëritë e zhvilluara, fjala vjen Amerika sot është duke zhvilluar një lloj forme beteje ndaj drogës edhe ndaj elementeve të ndryshme që kanë infektuar shoqërinë, nëse është e vërtetë ashtu siç thonë. A kemi ne një rrezik të shtuar ose një lloj alarmi që duhet ngritur për këtë aspekt? Unë mendoj që alarmi këtu te ne duhet ishte gjithkohës i ndezur për sa i përket kësaj pjese. Problemi është që është normalizuar shumë. Domethënë është kthyer. Ti shkon në gjimnaze dhe të rinjt 17-18 vjeç të tregojnë se si konsumohet lëndë narkotike në banjut e gjimnazeve. Ndërkohë që nëse ti flet për para 10, 15, 20 vitesh,
ka pasur një komplet tjetër qasje, domethënë ti nuk hyje do 2 veta në banjë ose kishe një mësues aty që priste derisa dilin. Pra ka pas një lloj përgjegjësie, nuk ka qenë kaq e lehtë dhe kaq e thjeshtë. Dhe sigurisht ne jemi në një fazë ku duhet jemi shumë të kujdesshëm te kjo pjesë, por duhet jemi prezent për të qenë të kujdesshëm. E vërtetë është. Megjithatë, po mundohem pak të kthehemi tek proceset të cilat ne kemi kaluar, që janë proceset që është procesi zgjedhor edhe mënyra se si një individ pasaj kontribon në shoqëri. A është ky tensioni i madh midis politikës një lloj tentative për t'u garantisur nga përgjegjësitë, pra ti bësh militant e një partia pasaj të shpërblen, ti nuk ke asnjë lloj përgjegjësie, vetëm pasurohesh dhe çdo gjë tjetër është e zgjidhur. A ka një le të themi përtatësi të shoqërisë shqiptare për t'u qasur vetëm kësaj dhe për të shmangur këtë kryqin që duhet të mbajë gjithë secili në shoqëri, pra? Po të vesh re, po të pyesësh ata që kanë një moshë pak më të rritur, pra 50-60 vjeç, dhe po të pyesësh për kohën e famkeqe të komunizmit, një nga gjërat më shpesh do dëgjosh është paktën atëherë i kishte gjitha gati. Mbaroje shkollën, të gjente shtëpi, të gjente punë, dhe ka një adhurim për këtë gjë. Pra, ne jemi një shoqëri tipikisht dembele. Na pëlqen që gjërat i gjejmë gati. Është një nga arsyet pse kemi edhe një problematikë shumë të madhe për sa i përket industrisë. Edhe për fajtona, po kështu jemi mësuar. Kështu jemi mësuar, sepse një nga format se si lulëzojnë diktaturat është... Do ta mbash pak më sipër të lutem këtë. Patjetër, jam okay këtu. Okay. Një nga format se si lulëzojnë diktaturat është duke të bërë të mendosh që ti po bën jetën më të bukur në botë. Dhe ti ke të gjitha gati. Dhe mos harroj, jemi shumë herët, janë as 50 vjet nuk janë bërë nga momenti kur ka mbaruar raporti jonë me diktaturin. I ke gjallë ata që kanë shërbyer në diktaturë. Nuk është pastruar ende. Po ka dhe një lloj, për shembull, brezit ton, ka dhe një lloj kulture të mos. Për shembull, unë kam vërejtur vetë çdo lloj iniciative që doja të merrja ose çdo lloj hapi kurajos të guximshëm, kisha familjen që e kisha mbrapa dhe thonte mos. Po prita një, dal. Edhe kam përshtypjen që është për të gjithë, mos ja kthe fjalën shefit, mos dil kundër Ramës, dil janë televizor unë bëhesh e Rami, mos fol kundër Ramës do na gjej ndonjë gjë. Edhe nuk është se në një pjesë të mirë të gjëre nuk është se s'ka pasur pasoja, edhe ka pasur. Po gjithsesi të rinjt janë rritur me këtë lloj tani si mund të shpëtojë një ri? Si mund të shpëtojë një, po pse zgjodhet të mos i dëgjosh? Këtë do ma thuash ti, mbasi të kem kaluar disa ose a më kalon pasoja kjo mua ose jo. Po si mund të shpëtojë një ri sot nga mos i prindërve? Prindërit thotë, mos bëj biznes, gjej një punë të sigurt, mos i kthe fjalën shefit, mos i bie Ramës, mos dil kundër Berishës, mos bëj këtë. Nuk e di nëse ti evidenton këtë, po unë e evidentoj që ç'kem atë, sepse ne jemi një brez i edukuar me idenë mundësisht gjej një punë në shtet. Jo thjesht gjej një punë, po gjej një punë në shtet që ti je rahat edhe të qofësh të rezin tënde, mos trish të merresh me struggles, me kështu me vështirësi. Si mund ta luftoj njëri këtë, është duke kuptuar që jeta vetë është e vetja dhe duke mos pritur nga prindrit. Të rinj që bien presin që prindi do ja rregullojë jetën. Nëse unë marr përsipër që ç'keti se i dal vetë. Si t'ja bëj mua? Je i ri, ke energji, ke gjithë jetën para, nuk ka rëndësi çfarë të ndodh, ti mund t'ja dalësh. Të vajza që bëj diçka, ndalohesh i unë. Mos mbaj çadër, po, patjetër. Mos merremi pastaj me këto fenomenet sociale që na e kanë sjellë shoqërinë në një farë pike shumë problematike emocionalisht. Si e sjellin këto? Kanë krijuar një koncept shumë fals të mënyrës si funksionon marrëdhënia. Nëse ti takon çifte që kanë vite bashkë me njëri tjetrin, ti e kupton që nuk ka asgjë kaq fiktive, pra nuk jetohet me 20.000 euro në muaj, nuk. Nëse ti po kërkon këto gjërat, mos mbaj çadër, unë dua të jetoj me 20.000 euro në muaj, po marr këto dy fenomenet e fundit, po e trajton veten si një objekt që blihesh. Dhe me objektet që unë blej mund të bëj çfarë të dua. Mund edhe t'i dhonoj, sa e kam bler. Dhe ky është problemi. Nëse unë e trajtoj veten si individ, si njeri,
kam një tjetër qasje ndaj botës. Po problemi është që këto po bëhen edhe modelet suksesshme. Për shembull, në disa raste mbas 11 majit janë dhe deputet. Që ja dhan vetë me duart tona. Po edhe kjo është. Problemi është rastet që duken të suksesshme, ne harrojmë që ka jetë pas Instagramit. Ne shohim atë njeriu në Instagram. Po këta individ si e kanë jetën pas Instagramit? Mendojnë që nuk e kanë atë të Instagramit apo e kanë më të mirë se të Instagramit? E kanë më keq se të Instagramit faktikisht. Janë njerëz që nuk e kanë jetën e tyre në dorë, sepse kjo është pushteti i medias. Në këtë herë media sociale që ka më shumë akses, po pushteti i medias ky është. Një shoqëri dështon kur arsimi dhe media ka dështuar. Se për shembull unë kam menduar gjithmonë që unë, domethënë, kur hap këtë Instagramin, edhe shikoj këtë bombardimin ose serinë e si duhet të jesh një vajzë e paraqitshme, unë mendoj që një vajzë në Shqipëri ose në kohë tona, le mos themi vetëm në Shqipëri, në kohë tona, po kam përshtypjen që në Shqipëri më shumë, është një tmerr të jetoj. Sepse ti ke përballë një lloj uniformizmi, të njëjtën buzë, të njëjtën unë, të njëjtën flok, të njëjtën model, vetëm një brand, vetëm disa brende janë të lejuar, vetëm disa lloje sjelljesh, disa hotele janë të suksesshme, domethënë është e tmerrshme. Mua nuk më ushtrohet një njëjti presion si djalë, le të themi, kjo. Nuk e gjej këtë. Po kam përshtypjen që për vajza në vendin tonë, kjo modeli i rjetit ushtron një presion të jashtëzakonshëm. Nuk është më pak për apo nuk është kështu. Nuk është më pak. Se unë dhe thjesht e kam të parë këtë, nuk e kam të ti ke shumë të drejtë, por nuk është më pak për djemt. Nëse vajzave ju pritet që gjithë paratë e tyre të investojnë në pamjen e jashtme, nga djemt pritet që të kenë makinën e duhur, të kenë veshjen e duhur, të kenë të rrinë në vendin e duhur, te cili shezllon rriti kur shkon në jug, te cila hotel shkon, tek cila. Nuk bën diferencë midis gjinistëve. Nuk bën diferencë midis gjinistëve, thjesht mënyra si përdoret është ndryshe. Nuk ka një koncept të gabuar që njëri prej palëve është më keq se sa tjetri. Po tek djemt, mua më duket sakrifica është e jashtme. Në te vajzat është e brendshme. Se të blesh, problemi, prandaj thyejm në djemt. Një djalë të mundohet të blej ku di unë një makinë, apo ti zvaritet babait për të bërë një makinë, thjesht për bërë një makinë sa hekur aty jashtë. Kurse një vajzë do duhet që të fus kimikate në trup, duhet të pritet, të shtrohet, të pritet të rekuperohet. Është shumë e llafashme. Ajo makina e bler vjen me ca kimikate që futen në trup zakonisht. A kimikate nuk rri asnjëri. Sepse ajo që po ndodh është ne po mpihemi që kur të rrim në tavolinë mos bëjmë muhabet. Se po bë muhabet asnjëri nga ne të dy s'ka asgjë për të thënë. Se unë maksimumi do të them po unë e bleva ringjin këtu, unë vajta te ky filan doktor dhe këtu mbaron biseda jon. Është e vërtet. Unë do kaloj në një fazë tjetër të komunikimit bashkë. Edhe do dua që ti të kthehesh tek profesioni, psikolog. Hajde. Dhe unë do të sjell shumë personazhe. Para se ta bëj këtë, zyra jon ka menduar që të bëj një dhuratë vogël ty, sepse ti kisha ditëlindje ndje. Po, është e vërtet. Edhe ne kemi zgjedhur për ty një tufë me lule trëndafil me ngjyrë blu. Po, që është ngjyra ime. Ne e dim që bluja është ngjyra jote. Tani me ta marr këtë do më thuash pse është ngjyra blu? Urime edhe 100. Shumë faleminderit. Shumë urime edhe që ditëlindjen e shoqërove me një lloj dëshire për të ndihmuar të rinjt që do të bëhen psikolog, duke ofruar një bursë, të cilën unë shpresoj ata që na dëgjojnë ta shpërndajnë, edhe pse jo, një student i psikologjisë të ketë mundësi të riafërtejë dhe të marrë pak nga kjo. Ky është qëllimi. Sharmi edhe intelektualizmi atë. Faleminderit shumë për lulet që kanë shumë të bukura. Tani bluja pse ishte? Bluja ka qenë ngjyra ime gjithmonë. Kam qenë që fëmijë njëri që... Je me pëdëndi? Në fakt jo. Pavarësisht që vitin e fundit ma kam bërë më shpesh si pyetje, edhe pse unë kam qenë gjithë jetën me ngjyrën blu, po këtë vit ka filluar si duket të duket. Bluja ka qenë gjithmonë ngjyra ime, kur kam qenë e vogël pëlqente shumë ta shifja qiellin. Edhe bluja më ka dhënë gjithmonë shumë qetësi. Dhe është një ngjyrë në cilën ndihem shumë rahat.
edhe nëse do i hym pastaj spiritualiteti. Por Rashiti nuk i kancelon takimet. Nuk jam një njeri shumë i mirë. Nuk i kanceloj sepse ekziston kafja në këtë botë dhe na ndihmon të jemi njerëz më të mirë. Kafja nuk është blu. Por definitivisht në kohë të mirë unë jam një njeri më i mirë dhe ky është fati të jetuar në Tiranë ku ditët me shi nuk janë aq të shumta. Kemi fatin të jemi mesdhetar. Çfarë do bëjmë tani? Hajde. Tani, unë do të sjell të gjithë liderët e politikës tek koltuku i psikologut. Hajde për hajde. Edhe do dua që për secilin prej tyre ta konsultojmë. Hajde një herë. Psikologjikisht. Nëse ka nevojë, se mund të mos ke nevojë. Mirë atëre. Unë jam e dashura nisa jam Edi Rama. Mirë se vjen. Sapo kam dalë nga zgjedhjet. Edhe në këto zgjedhje unë kam fituar 83 mandate. Shumë nga që kisha kur e nisa 13 vjet më përpara, garën politik, dhe jam aq arrogant sa tani ndjej të shtyp me këmbë kushdo që më del përpara. Ti shtyp? Më bën habi që ke ardhur në fakt, sepse gjithmonë kam menduar që ke tipare të personalitetit narciste dhe ju pothuajse asnjëherë nuk e gjeni rrugën për tek psikologu, se nuk mendoni që ka diçka që nuk shkon me ju. Më solli një mik i përbashkët, Migeni, edhe si aprisha. Më vjen mirë që e dëgjon Migenin. Kjo është një frikë shumë e madhe në fakt për çdo që është aktualisht në këtë vend, që do ndodhi kjo shtypja nga pushteti aktual. A ka ndonjë rrugë për ta kuruar gjithë arrogancë që më ka dhënë populli im? Mendoj të kujdeset natyra ose Zoti për këtë në këtë pikë, se njerëzit kuptojnë që janë njerëz kur fillojnë t'u ndodhin gjëra njerëzore. Po bëhem pishman që ka marrë, se s'më dhe asnjë rrugë zgjidhje për të mi vendosur arrogancën që më karakterizon. Po njerëzit arrogant në përgjithësi e kanë shumë të vështirë ta mbivendosin arrogancën, se është forma se si kanë zgjedhur të dalin në botë që mos nxjerrin pasiguritë e tyre, të cilat janë të shumta. Do ishte mirë të kishe ndejur ande nga studiove. Po edhe unë si ty vendosa të këtë. Frankofon për frankofon jemi. Nuk të ka bërë mirë. Ose unë do ta bëj vendin më të vështirë për ty. Kjo është e vërtet, deri tani ja ke dalë suksesshëm. Ikën Edi Rama pa ndonjë zgjidhje nga psikologu jon. Dhe sjellim një tjetër lider që situatën e ka pak më të vështirë. Unë jam Sali Berisha. Edhe kam dalë nga një humbje, dhe temi që s'dua ta pranoj se është humbje historike. E i kam dhënë kundërshtar një fitore historike gjithashtu, po unë kam 101 halle të tjera. Dhe përgjithsisht për hallet që kam, unë nuk dua të shoh si timet. Po unë dua të sugjeroj që hallet që kam ti të mos i konsiderosh sikur janë problemi im. Po të kujt ja vjen? Po sikur janë të dikujt që mi ka shkaktuar. Okay. Pra unë sa humba zgjedhjet, dhe nuk i humba unë. Mi vodi Rama. Okay. Vetëm se gjumi nuk më zë këtë kohë, sepse kam filluar më vjedhin shpesh. Dhe ndërgjegja tani nuk më vjen në gjumë as me këtë. Edhe më thotë që po ti vetëm vidhesh o Sali. Çfarë duhet bëj unë që të flej gjumë? Po në këtë pikë, nëse nuk e ndërmend të marrësh përgjegjësi dhe të dalësh fare nga fusha se dukshëm po të prish gjumi, maksimumi do marrësh në një qetësues, se gjë tjetër që të qetëson nuk ka. Nuk të pëlqen, a? Jo, kam fituar imunitet. Kam shumë vite që domethënë pilulat i kam marrë te humbjet e para. Tani çfarë po bën? Tani jam në vështirësi dhe. Tani rri pa gjumë. Çfarë duhet të bëj? Po si fillim, mendoj që duhet flasim pak për familjen tënde, kur ke filluar të kuptosh që gjithmonë është fajt tjerë. I biti hym pak të thellave tani. Po mirë, pas kemi punë, mund të korrigjohen. Gjithmonë ka hapësirë për korrigjim. Ja vlen të marr pushime unë apo? E mira do ishte që po, do të bënte shumë mirë. Merr ca pushime kështu, dil fare. Shko diku, ajroso pak. Mirë atëherë, në ndryshim nga lideri aktual, unë kam një lloj shprese për... Ka, se ti mund të ikësh. Mirë atëherë, sa po është ngritur nga Karigja dhe Sali Berisha, me një lloj shprese, dhe t'ulet në tavolinë, por në fakt ke vajtur ti se ai nuk vjen dot.
Ilir Meta. Po. Unë jam Ilir Meta dhe përgjithsisht kam pasur gjithçka në këtë vend. Tani nuk kam asgjë. Por unë vazhdoj të mendoj që malet tona janë më të larta dhe ujërat tona janë më të kalta. Gaboja? Amerikanët kanë një shprehje shumë të bukur që në këtë pikë për ty vlen se aty ku je nuk mund të bësh dëm, çfarëdo që të ndihmon të flesh natën. Whatever helps you sleep at night. Nëse mendon që ne jemi më të mirët, më të bukurit, më të zgjutit, mund të vazhdosh ta mendosh lirisht. Po kjo që ka ti u dashka transferuar te 313-a. Se ka dhe shumë të tjera atje. Ka qenë një nga dëshirat e mia në fillimet e profesionit të punoja në institucionet e ekzekutimit veprave penale, pastaj ndryshova rrugës. Pse ndryshova? Sepse filloi të më shijonte shumë puna me pacient në zyrë, edhe nuk më ka pëlqyer asnjëherë të jem pjesë e administratës shtetërore në këtë sens. Më duket sikur të kufizon shumë mënyrën se duhet ta bësh punën. Po tani që burgu është bërë pak më VIP, nuk të intrigon? Jo, fare. Mendoj që njeriu në ca vende është gjithmonë njësoj. Në burg nuk ka rëndësi kush je, mbetesh në burg. Përkundrazi, sa më pak VIP të jesh, aq më shumë pushtet ke zakonisht. Mirë, unë e mora mesazhin edhe si kryetari një partie që nuk dola do deputet, kam një rrugë për të qetësuar shpirtin këtu ku jam. Dhe të falenderoj. Të lutem, sa herë të duash aty ku je. Një tjetër i dal nga këto zgjedhjet është dashej. Po. Dhe unë jam në këto momente dashej. Dhe gjithë jetën, nëse ke vënë re, unë kam qenë një figurë e dashur. Po. Edhe njerëzit kanë hapur edhe portale, janë frymëzuar, janë argëtuar me mua. Po drejtë që e mori s'më ka nxjerr asnjëherë fitues. Edhe tani thash dhe dorëqen. Çfarë të bëj me am le pasoja mua kjo? Po, trajtoje si një pension të mirëfillt. Fillo, merru pak me kopshtari. Po unë kam parë shumë njerëz tjerë që dalin pension edhe se përjetojnë mirë. Prandaj dhe unë po t'jap disa këshilla si ta përjetosh pensionin. Po quaje pension, se i ke marrë mjaftueshëm eksperiencës tënde politike. Nuk je dakord? Nuk të pëlqen? Nuk më entuziazmove. E nuk besoj nëse doja dal. Se çfarë mendon? Po të merrem të jetën me politikë, ti jemi figurë kaq e dashur, ti ik pas gjë, dhe ti të më thua jo pensionin. Po se ndoshta po të bëjmë llogarit, i bie të treshtoj edhe më shumë, se nuk është se ke pasur ndonjëherë shumë. Atëherë po të shohim më njëherë se po të shohim më njëherë se nuk e lëm me kaq më mirë. Ikën dashej dhe unë futem në lëkurën e kryetarit të Partisë Social-Demokrate Tom Doshi. Dhe unë kam marrë të them, a ke guxim të merresh me mua? Patjetër. Je i sigurt? Ua. Po mirë, se duhet të kem frikë. Ky që nga hap shumë i mirë. Më në fund unë e gjej veten në vendin e dur, ku dikush nuk më trajton me sikletin e dur. A mendojnë që politika është vendi i dur për mua? Mendoj që jo. Mendoj që do kishte qenë shumë më mirë në biznes privat. Po dukshëm po të shijon politika, kështu që. Po unë po e mbyll këtu edhe po të them të ruhesh. Pas ke guximin më shumë se duhet. Thot populli jon, guximi është virtyti budallajt. Ruaju. Lulzim Basha. Po. Jam unë, edhe kam qenë kryetari PD-s, ministër, kryetar bashkie. Në këto zgjedhje këndova dhe me Unika Tilin, unë bëra dhe Euro-Atlantik, edhe kam pasur rekorde në klikime. Tani çfarë më sugjeron? Se unë humba, dhe nuk kam asgjë. A më sugjeron të vazhdoj të ndryshoj personalitete, apo? Të sugjeroj që ndoshta ka ardhur momenti që ta lesh Shqipërinë. Po këtë mund ta bëj. Shumë mirë. Po unë kam një aftësi për të ndërtuar dhe për të bërë dikush tjetër. Ke një aftësi kështu si zvaranikët. Që edhe po të prajstin diku ti rigjenerohesh si një gjë e re.
Ky është një fenomen që e studion çdo shkencëtar, kështu që nuk besoj se e the për keq. Jo, absolutisht, në asnjë mënyrë. Ti je dhurata më e keqe që na ka bërë ai dyti që ulte unë sot. Nuk jam i sigurt nëse kam vajtur te psikologu dur, po Jo, kjo është pak po e sigurt. Un po ngrihem dhe I fundit? Po bëjmë, nuk është i fundit, si i fundit. Po jo, i fundit. Un jam Adriatiku. Mirë se vjen Adriatik. Jam pak impulsiv. Je pak, është e vërtetë. Ne nga Vlora na vlon gjaku, me thënë drejtën, edhe le të themi çfarë nuk thash në këtë fushat. Thash edhe gjëra që nuk e di nëse do i kisha thënë. Po për shembull unë fitova një mandat dhe për të thash që nuk do e mbaj. Mirë, po tani jam në dilemën të mbaj fjalën apo të mbaj mandatin. E në këtë dilemë ekzistenciale unë nuk kam ku shkoj tjetër përveç se te psikologu. Kështu që të lutem, çfarë duhet bëj? Kupto cilat janë vlerat me të cilat do të dukesh publikisht. Nëse vlerat e tua me të cilat do të dukesh janë vlerat e një njeriu që i qëndron fjalës deri në fund, përgjigjja dihet. Por nëse do të marrësh formën e një politikani të mirëfillt, po ashtu përgjigjja dihet. Po ma përcolla keq Adriatikun. E sugjerova gabim tek. E sugjerova gabim. Po të vinte realisht do isha kurioze. Unë kam sugjeruar Adriatikut që Adriatiku duhet mbaj mandatin, por të tregojë i sinqert me qytetarin. Që do të thotë? Që do të thotë në politik ti përfaqëson vlera njerëzore dhe ka dhe gabime. Gabimet, të cilat nëse nuk janë esenciale, po janë fjala vjen euforike dhe që e përshkruajnë karakterin tënd, mund të dalësh edhe të komunikosh me qytetarin. Mora tjetër sinjal, pata tjetër ndjesi, kisha tjera përgjegjësi. Sot ti mendon që Adriatiku është më vlerë shtuar se kushdo që do e merrte mandatin në vend të Adriatikut? Po unë e mendoj. Okej. Jo, ishte pyetje shumë e sinqertë. Po tani Adriatiku është mes dilemës që të zgjedh psikologun apo aty që e shpuri te psikologu. Kam idenë që do shkojmë atë që e çoj deri te psikologu. Kështu është gjithmonë. Mirë atëre. Endri Shabani. Okej. Kam bërë çdo gjë, jam kthyer edhe nga Anglia, si ty, mbarova Oxford, një hale me shkollë me thënë drejtën, edhe e kam provu dy herë, le të themi qytetarët nuk më kanë votë besuar për të qenë përfaqësues i tyre. Duhet vazhdoj të provoj? Duhet të kuptosh çfarë ke marrë në kaq kohë që e ke provuar. Në këto 2 herë që e ke provuar, a ke marrë diçka mbrapsht? A je më mirë se çishe, se ndonjëherë mund të jenë hapa të vegjël po të sigurt, por nëse të tutët nuk janë ato, ndoshta ka ardhur momenti ta rimendosh si do ta japësh kontributin tënd. Tani me që ti edhe pyetjen diplomatike edhe unë jam po aq i aftë diplomatikisht ta interpretoj si dua unë. Kështu që po të ishe pak më drejt për drejt do e vlerësoja. Po nuk kam se ti je më drejt për drejt se nuk e di çfarë po kërkon ti. Apo kërkon politikën, apo kërkon kontributin, apo kërkon pushtetin, çfarë po kërkon? Mirë atëre, po ik duke të vënë fajin që ti s'më ke ndjekur maftueshëm. Kjo është e vërtetë. Dhe unë bie i qetë dhe vazhdoj rrugën time. Dhe ti vazhdon me atë qëllimin e parë me cilin erdhe. Hy dhe dal pa fituar asgjë. Kam sjell agronin. Okej. Agronin, unë jam agron shejaj. Po ashtu nga Vlora. Unë jam patosano dhe mbrapa vjen historia. Edhe kam marrë te ty gjithashtu me sugjerimin e miqve të mi. Mikini ma kam mbushur plot ditën sot. Sot kam përshtypjen që është dita më intensive jotja në karrierë, në terapi edhe në konsultim. Po un kam vetëm një siklet si agron që un kam një parti që është parti e vogël, 2 mandate. Dola mirë, nuk dola në krahasim me të tjerët jam shumë mirë. Po gjithsesi kam një lloj frike që do jem një i vogël i përjetshëm. A duhet që ti jemi lumtur dhe i tillë, si mund ta përgatis veten? Mendoj që historia si e ke jetuar deri tani tregon që ti nuk kënaqesh me vendet që arrin. Pra një njerëz që kërkon gjithmonë shumë dhe jo gjithmonë në formë
të logjikshme pse po kërkon kaq shumë, sepse ndërkohë që arritet shumë nga ana biznesit, zgjodhet të hysh politikës. Ndërkohë që arritet deri diku në politikë, zgjodhet që të bësh diçka më vete me idenë që të arrish akoma dhe më shumë. Dhe njerëzit që nuk kënaqen asnjëherë me vendin ku janë, përgjithsisht e kanë të vështirë ta gjejnë lumturinë. Por mund të gjejnë, je duke më thënë që unë mund ta sakrifikoj lumturinë, po do jemi suksesshëm dhe këtu ku jam? Jo, këtë nuk ta them dot, sepse varet çfarë quan ti sukses. Dhe për shumë njerëz suksesi është lumturia. Atëre po ik edhe unë me përshtypjet që më laj që doli përpara, që do interpretoj si ta dua. Okay. Po kjo vlen për të gjithë nga i pari tek i fundit. Apo që nga mirë kështu. Pas kam qenë në vendin e dur. Dhe tek i fundit. Hajde. Vim te i fundit. Oho. Unë jam Arlind Qori. Dhe unë jam ai që luftoj me oligarkët. Ti je i bindur që jam vetëm unë që flas të drejtën edhe të vërtetën. Komunisti modern. Këtë e thua ti, nuk e them unë. Nga kjo që më shpjegove më. Dhe unë nuk kam ndërmend të bëhem me askënd, vetëm nëse të gjithë bëhen me mua. Mirë, po kjo ka edhe le të themi pasoja, që unë nuk do jem në parlament, do jetë një shoku im. A duhet ndihem xhelozëm për këtë vendimmarrje? Mendoj që ke shkuar pak zgjuar në këtë zgjedhje, ke futur në gryk të ujë ku dikë tjetër, ndërkohë që vetë ke marrë të gjithë lavdhet edhe lavdërimet për këtë njeriu që zgjodhi të lindte dikë tjetër të pare. Po tash unë erdha në psikolog, nuk erdha tek njerëzit e Ramës. Kështu mund të flasim vetëm njerëzit e Ramës. Po të Berishës si do flisnin? Njësoj si do. Gjithë janë njësoj. Jemi gjithë njësoj në këtej. Njerëzit e tu si do flisnin? A ka i këshill për mua? Po pyetja jote kjo ishte. Çfarë këshille do ti? Për çfarë do këshille? Po me sa më njeh mua. Me sa më ke ndjekur. Ti ke qenë votuese. Besoj ke marrë në shqyrtim gjitha alternativat që kanë qenë në tre. Është e vërtet. Jam munduar të paktën tek ato. Dhe nëse s'ke votuar për mua, kjo bisedë mbyllet tu pastaj. Le ta mbyllim këtu atë. Shiko, unë mundova të hyja në lëkurën e kujtdo. Sigurisht që kjo kishte edhe pak hilaritet si në rubrikë, edhe do ishin interesant fakt nëse do zgjidhen të shkonin te psikologu. Do ishin interesant. Mendoj që po. A ka nevojë këta për të shkuar te psikologu? Unë mendoj që po, në përgjithësi figurat publike ka nevojë për ndihmë profesionale sepse ka gjithsesi pesh, por nga ana politikane ndonjëherë bëhet pak e vështirë që ti të shkosh tek një profesionist sepse zakonisht funksionon ashtu siç ti po i tregoje që ata kërkojnë që ti t'ju bësh shefin edhe ti përkëdhelësh egon, sepse kështu ushqejnë edhe figurën publike që del në zhurmë. Kështu që është pak e vështirë që ta kërkojnë psikologun, por nëse do ta bënin, mendoj që do ishin shumë më të mirë në atë që bëjnë. A ke pasur raste të konsultosh ose të Kam konsultuar deri në nivelin e deputetëve, po. Si janë ata? Unë jam zhgënjur në sensin çfarë prisja që donin të merrnin nga terapia, por në thelb, në fund të ditës, mbeten njerëz që vinin për ato problematikat emocionale më shumë se sa për figurën publike. Unë mendoj që tek ne mungojnë figura ata që menaxhojnë qoftë fushatat elektorale, qoftë individët që të kenë një botkuptim psikologjik. Zakonisht janë thjesht njerëz që kanë botkuptim PR-i, komunikimi dhe dinë se çfarë mund të pëlqej populli, por nuk punojnë me individin, punojnë vetëm atë që individi thotë. Kështu që ajo që ndodh është që kur deputetët vinë te psikologu, ndajnë gjërat e tyre personale, flasin për hallet e tyre dhe flasin për peshën që i jep të qenë deputet. A ndjen peshën ata? Ka peshë? Ata që unë kam takuar, po, por ki parasysh që unë tashmë e kam të dukshme kush jam, kështu që ata që vinë te unë e dim për çfarë po vinë. Po, domethënë vinë sepse mendonin që kishin më shumë peshë dhe nuk e kanë, apo mendonin që do kishin më pak. Do kishin më pak dhe tani kanë më shumë. Mendonin që do kishte më pak peshë dhe kuptojnë që është pak më rëndë se sa duket. Po kishin më rëndë sepse pas kanë hyrë aty ku se dinin, domethënë. Eksakt. Ka një element interesant tek profesioni juaj që
ju e shikoni pacientin ose ju e shikoni individin. Kur është për ju, është për ju. Po kur është për ju, e çoni më lart. Po. Që është psikiatri, nuk e di. Po. Nga çfarë ti e sot ditë hapësirën publike dhe individëve që drejtojnë vendin? A janë subjekti psikologut apo janë subjekti një niveli më lartë? Mendoj që të duheshin të dyja. Ka disa raste ku ti mund të bësh psikoterapi, ndërkohë që merr edhe një trajtim në mjek psikiatër, që do të thotë trajtim me medikamente ndër të tjera. Në rastin e një pjesë shumë të mirë, mbi të gjitha për shkak të viteve shumë të gjata që kalojnë në politikë dhe në figurë publike, sepse e vërteta është që ajo bëhet shumë dhe bëhet shumë e lodhshme. Dhe mira është që ti të kesh ndihmë, sepse duhet ta rikrijosh veten tënde vazhdimisht në një formë ose në një tjetër. Çfarë do të thënë rikrijimi vetes? Po duhet të kuptosh çfarë ke humbur rrugës dhe sa ndikon kjo që ti ke humbur tek puna që ti po bën. Se këtu po flasim për njerëz që duhet ta kishin një përgjegjësi, nuk po flasim për raste konkrete që ne kemi. Por nëse ti ke një përgjegjësi, ti rrugës do humbësh gjëra. Është si puna, sa më shumë të ecësh, aq më shumë do konsumohen këpucë. Duhet mendosh për shollat e reja, duhet mendosh për si ta rehatosh veten rrugës ndërkohë që ti arrin qëllimet e tua. Që idealisht do duhet të shkonin tek psikologu pothuajse të gjithë, por një pjesë prej tyre do ju duhej edhe mjeku psikiatër. Do ishte vendi më mirë. Mendoj që do ishin shumë më koshient për çfarë efekti kanë dhe definitivisht vendi do ishte më mirë. Është interesante, nuk e kisha menduar në këtë aspekt. Sigurisht se përgjithsisht në kulturën tonë mendohet që ti duhet të kesh probleme serioze ose duhet të jesh i dëmtuar seriozisht, po sigurisht që edhe kur je i dëmtuar seriozisht duhet drejtohesh tek kujdesi shëndetësor mendor, po këta individ përgjithsisht na karakterizojnë si individ të fortë, të hekurt, edhe për shkak të dhe a do ishte le të them delegjitimim i figurës së tyre nëse këta do i drejtoheshin një psikologu në kulturën tonë për të qenë më të edhe nëse janë mirë, për të qenë edhe më mirë. Në kulturën tonë ka një problematik në lidhje me emocionin në përgjithësi që e shohin si dobësi. Pra, sa më shumë të fortë e shohin një figurë, aq më pak emocionale e shohin. Ndërkohë që shenja e parë e një njeriu që është në jetë është një qarë. Një bebe që nuk qan, do të thotë që ka një gjë që nuk shkon. E vërteta është që ne në momentin që jemi të zotë të kuptojmë emocionet tona dhe të shprehim ato në formën e duhur, në vendin e duhur, jemi shumë të fortë se sa nëse nuk e bëjmë këtë gjë. Kështu që të gjitha këto figura, me gjithë hekur atë pamjen e tyre të hekurt, nëse do arrinin të merrnin ndihmën e duhur në momentin e duhur, do ishin shumë më të mirë në atë që ofrojnë. Një element të cilën unë kam vënë re nga, le të themi, përvoja ime ose nga njoja ime me lider ndryshëm politik, është që ose fenomeni kryesor ose ajo çka vuajnë më shumë është një lloj deluzionalizmi, nuk e di nëse po e them mirë tani, një lloj shkëputje nga realiteti. Edhe kryesisht vjen përpasoj të njerëzve që janë në rrotull, që i servirin një lloj realiteti ndryshe. Kush është në opozit ose kush është në pushtet, Shqipërinë e shikon Zvicër, sepse e shikon gjithë atë pjesën e mirë, kudo që vete gjërat rregullohen, është punë e pak kësaj diktatorit, ku vinte e veri shtroje rruga, edhe sot ku vete Rama, ku vete ministri, mundohen gjërat të fiksohen edhe askush nuk ankohet. Ndryshe, domethënë e njëjta gjë ndodh po në anë të kundërt tek opozitarët. Kudo që vete ai do të ankojë njerëz që qajnë me kunje edhe ojë edhe ti nuk e kupton. Dhe këta individe kanë shumë të vështirë, mendoj unë, të kontribojnë sepse kanë humbur fazën e parë, kontaktin me tokën, themi, një lider me këmbë në tokë. Ku trajtohet kjo? Po si fillim unë nuk mendoj që është kështu realisht, është dalja e tyre publike e tillë, po në realitet të dy palët e dinë ku janë pikat e dobta dhe ku jo. Vërtet? Unë mendoj që po. Besoj që Unë mendoj që po, nuk po them në nivel 100%. E gënjejnë veten dhe e besojnë. Kjo është e vërtet, sepse unë e besoj fort dhe e them gjithmonë, një nga dhuratat më të mëdha që na ka bërë natyra është aftësia për të gënjur veten. Është secili prej nesh, siç thot një kolege dhe mikesha ime, vendos një zile në darkë për nesër mëngjes i bindur që do zgjohet, edhe pse askush s'na ka premtuar këtë gjë. Natyra është krijuar pa një premtim për të nesërmen. Ndërkohë që ajo që ndodh kur ti hyn në politik, ti pretendon që do jesh atje gjithmonë, sidomos në kulturën tonë.
Njerëzit në politikë tek ne nuk hyn me dëshirën për të lënë një trashëgimi. Hyn me dëshirën për të pasur sa më shumë pushtet për sot, për të pasur sa më shumë para për sot. Se nëse do hynin pak më shumë me dëshirën që unë dua ta lë këtë gjën pak më mirë se ç'e gjeta. Pra nëse do shtroheshin ato rrugët me idenë që okay, dhe po nuk jam unë më, të paktën një rrugë ushtrua. Vetëm kaq, nuk po them ndonjë gjë ideale apo ku diun, thjesht dëshirën për ta lënë pak më mirë. Për t'i lënë njerëzit pak më mirë se që gjete, sot do flisim për një Shqipëri krejt ndryshe. Ajo që ka ndodhur në botë është që njerëzit kanë hyrë me dëshirën për të bërë ndryshim. Kanë hyrë me dëshirën për ta lënë, jo për të pasur pushtet. Sepse nëse ti bën ndryshim, pushteti vjen me të. Se njerëzit do t'i kthejnë syt nga ty. Sepse ajo është valuta, le të themi, ajo është njësia e këmbimit. Megjithatë, unë kam ngul që ka një pjesë të mirë të njerëzve të cilët e thash, e gënjejnë veten dhe e besojnë atë. Të dalim tek shpreha që na e kanë mësuar në klasë të parë, më thuaj me kërrit të them se cili je. Do të gjejnë shok më të mirë që t'ju thonë të vërtetën. Po kjo është një këshilla e mirë në fakt. Liderët politik duhet të tregojnë të kujdesshëm kë mbajnë afër, sepse janë ata të cilët janë të parët që e shkëpusin nga realiteti. Ja, Adriatiku është dreguar djali zgjuar për shembull, ka ditur ku të pyes. Absolutisht. Ka pyetur dhe mua. Po ty pra, për ty e kisha, se mua jo. Jo, ai ka bërë një betejë dhe një luftë të cilën sigurisht fal njerëzve që kanë atë parti, kam përshtypjen që mori atë që mundi të merrte dhe sigurisht është djersa atyre dhe njerëzve që kanë le të themi ditën natën e kanë bërë ditë dhe kanë punuar për atë, megjithëse unë mendoj që kishte shumë çka për tu fituar edhe në aspektin e nevojës kombëtare nuk u arrit ndonjë gjë të madhe, por në aspekt me vetveten sigurisht që kanë çka mund të krenohen. Më mirë me hapa të vegjël se sa pa hapa hiç. Absolutisht po. Ne i rrokullisëm më shumë se 60 minuta, kështu që unë falenderoj shumë që ishe pjesë e këtij komunikimi, edhe shpresoj të jesh argëtuar, por edhe shpresoj gjithashtu që edhe qytetarëve që na kanë ndjekur ose njerëzve që do na ndjekin, se përgjithsisht ne jemi kështu të rrufeshëm, nuk është se japim lajmërim që do dalim sot, përgjithsisht ata që e shohin më pas janë më të shumë se ata që e shohin direkt. Shpresoj shumë që t'ju ketë shërbyer, edhe të ketë qenë dhe unë uroj shumë të kem lënë diçka që dikujt do t'i mbesi në vesh, të falenderoj shumë për ftesën dhe për kohën. Ishte shumë kënaqësi të isha në këtë bisedë, e shijova shumë që është e vërteta. Edhe të thëni të vërtetave të mia me zë të lartë, që nuk janë gjithmonë shumë të duar trokitshme dhe shoqërohen me shumë mos, por dikush duhet ta bëjë dhe shumë faleminderit për lulet. Gëzuar ditëlindjen edhe sa më shumë energji për vendit, siç i ke dhënë gjithkohës edhe t'japsh. Shumë faleminderit miq. Këtu ndahemi bashkë. Takimi është në komunikimin e radhës. Mirupafshim.